A e dinje që vetëm ti dhe vetëm ti mund të ndryshosh jetën tënde. Si mund të ndryshosh? Duke punuar me veten tënde në mënyrë të përditshme dhe të vëzhgosh pse të ndodhin gjërat në jetë. Mos prit të shpëtoj as edhe një tjetër, sepse asnjë nuk mund të shpëtoj asnjë. Edhe ti që do të shpëtosh dhe të bësh nën Tereza të tjerët, nuk mund të shpëtosh as edhe një person tjetër ku nuk e shpëtuar veten tënde, ku nuk e sjell balancimin dhe ekuilibrin, harmoninë brenda teje, unit gjinisë maskullore dhe femërore brenda teje. Ky është çelësi i të gjithë lumturisë dhe gjithçka që ti kërkon, pasuri, harmoni, partner, kudo. Sepse në qoftë se nuk ke martuar veten tënde, je mashkull dhe nuk ke martuar gjininë femërore brenda teje dhe je femër dhe nuk ke martuar gjininë maskullore brenda teje, ta pranosh ashtu si është dhe të bashkëpunosh, të komunikosh me veten tënde, ti nuk mundesh të jesh me asnjë person tjetër në qetësi, në harmoni. Dhe mos prit që ai personi tjetër të t'i japë të gjitha ato që të mungojnë ty. Këton, ti them sepse dhe unë prisnja dikush tjetër të më shpëtonte një në një kohë, ose mundohesha të shpëtonja të tjerët duke harruar veten. Kjo do të thotë që asnjë rast tjetër nuk punon. E vetmja që punovi tek mua dhe që u bën ndryshime në jetën time është puna me veten time dhe duke rënë gjithmonë dhe duke marrë fuqinë e shpirtit dhe të ngrihem përsëri. Për të gjitha këto mund të ndihmojnë në qoftë se më kërkon ndihmë, por jam këtu për të gjithë ata që janë gëzimtarë dhe duan vërtet të punojnë me veten e tyre. Unë mund të t'jap dorën, të tregoj rrugën, sepse e kam bërë këtë rrugtim vetë dhe mundem të ta shpjegoj. Dhe mund të ndihmoj. Në qoftë se nuk e gati akoma, s'ka gjë në kohën tënde. Dhe për të gjithë ju që doni të bëni analizën e artës të kodeve të dritës me ditën e ditëlindjes të plot, deri në për 10 ditë që dije dhe për 10 ditë dhe në datën 23 do jetë me 50 euro vetëm, që të merrni të gjitha informacionet që ju dëshironi. Ju përshëndes dhe jam në kthim nga një udhtim që jam e lumtur që e bëra dhe që mora guximin ta bëja. Faleminderit.